Fali kërkojmë salavatet, selamet, përshëndetjet Muhammed a.s. ja dërgojmë familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre të cilët e kanë pasuar dhe do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Bashkarisht e lutim Allahun e madhruar që në këtë ditë xumoje Allahu i madhreshëm mos na mundson me dalë prej kësaj xhamie vetëm se me mëkate të falura, me zemra të bashkuara dhe me vepra pranuara të Zotit i madhreshëm. Gjithashtu e lut Allahun e madhreshëm që këto minuta të cilat po i kalojmë bashkarisht, Allahu na shkruan peshorën e veprave të mira atë ditë kur të dalim para Zotit me dhënë llogari. Inshallah këto minuta, këto namaze, këto ruku dhe sejdë që po i bëjmë bashkarisht dalin atë ditë kur të dalim edhe ne para Zotit të dëshmojnë për neve, jo kundër neve, për arsye se mendoj që është një dështim shumë i madh i çdo njonit prej nesh, nëse atë ditë kur të dalim para Zotit, këto adhurime, këto namaze, këto vepra të mira, këto fjalë të mira, këto neja të mira, këto tubime të mira dhe të hajrit, është dështim shumë i madh i secilit prej nesh, nëse atë ditë dalim para Zotit edhe nuk na janë pranuar asnjë prej këtyne. Është me rëndësi me ditë qëllimin pse po vim edhe për çka po shkojmë. Se veçanërisht kohën e dimrit tash nuk është e lehtë me ardhmë me nejt 40 minuta, gjysmë ore, 1 orë në xhami, duke ditë edhe pak atmosfera që edhe koha nuk është shumë e nxehtë. Mirë po jeta e njeriu të këtë botë është sakrificë, prej fillimit deri në fund. Për me fitu diçka duhet me sakrifiku diçka. Për me marrë sot diçka duhet me lënë kes diçka. Për me fitu sevap namazin e xumos duhet me sakrifiku. Duhet pak me u lodh. Duhet pak me u munu. Mirë po pse sot na munohëm, edhe pse sot na lodhëm, edhe pse sot na baki koha nuk është shumë e nxehtë, vim këtu dikush është pak më ftoft, dikush për dikon nuk është shumë ftoft. I kalojmë qëta minuta për të vetëm në arsye se ai që na ka thirrë me ardh këtu, ai nuk na lën pa na pagu. Ai që na ka ftuar me ardh në xhumo, nuk na lën pa na shpërbly. Ai që na ka ftuar me ardh në xhumo me i lënë gjitha punë, gjitha angazhime duhet me i lënë. Pse Allahu i madhreshëm në Kur'an thot: Ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besu. Po i thirr veç ata që Zotit i besojnë. Pse si thirr Zoti krejt njerëzit në këtë rast? Me thonë për shembull, o ju njerëz, idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'a fas'au ila dhikrillah. O ju që keni besu, kur t'ju bëhet thirrja për namazin e xumos, fas'au ila dhikrillah, nxitoni në përmendjen e Zotit. Po në fillim po thot, o ju që keni besu. Pse? Ata që nuk besojnë, a përmendin Zotin? Ka jetën Kur'an plot që thojnë, o ju njerëz. Për shembull i thirr Zoti krejt njerëzimin, pavarësisht a e besojnë ose besojnë. Te namazi xumos s'po i thirr krejt, veç ata që kanë besu. Çka po thot? O ju që keni besu, kur t'ju bëhet thirrja për namazin e xumos, kur vjen vakti i xumos, fas'au ila dhikrillah. Nxitoni në përmendjen e Zotit. Pse më nxitun në përmendjen e Zotit? Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Që kjo është shumë e mirë për juve nëse ju e dini. Me përmend Zotin është shumë e mirë për juve nëse ju e dini. Po, na jena në punë bre, shefi pak po na nxjerr problem. Pak pesgot hutbën, pak pesgot dersin, tani pesgot namazin, po bëhet gatshëm. Plus disa tani kanë edhe ushqimin. Mirë. Nëse gutën për ushqim të kësaj bote është ushqimi i trupit, apo? Trupi s'mundet me nejt pa hungër edhe pa pi. Minimumi një herë në ditë duhet me hungër. Minimum. Një herë në ditë duhet me hungër një shujt ushqim, se s'mundesh me nejt. Qysh mundet me nejt shpirti në trupin tën pa ushqim? A mundet me nejt? Nëse trupi po na lodhet, edhe goja po e shtohet verës, gjinushëm në Ramazan, trupi po lodhet për bukë. Për na lyp organizmi bukën, është shumë normale kjo. Aja u mërmejnë që edhe shpirti lodhet për adhurim? Ka nevojë për adhurim?
Nëse trupi kërkon ushqim, shpirti duhet me kërku adhurim. Po që s'pe pranojmë, mirë. Nëse këta që se pranojnë thirrjen e Zotit, ndihen kanë herë të mërzitur, që mërzia normale, s'ka njeri që s'mërzitet, shpikëllohet, nuk i dhrohet, është më radh. Ku mund me gjetë ai qetësinë? Ku e gjon qetësinë? Çka thot? Vallahi, po dal pëllezin e cigares, se diçka mërzitshëm jam. Jem dal pe Iranit diçka. Po ani del e dhezin e cigare. Kur të kthehet edhe më nervoz se çu kon. Pse? Se shpirti nuk qetësohet me të ndalume. Shpirti nuk qetësohet me ato që Zoti e ka ndalu. Shpirti nuk qetësohet me asgjë tjetër përveç ku Allahu aty ka kërku.